Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë së bashku me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Ju e dini shumë bukur që Brikena natën e mbrëmshme nuk ishte pjesë e Top Arenës. Në fakt u ngrit një pikpyetje e madhe se çfarë po ndodh me Brikenën, si qëndron situata me të dhe për çfarë arsye nuk është pjesë e kësaj Top Arene kaq të suksesshme. Por Brikena kishte përzgjedhur që natën e mbrëmshme ta bënte pushim. Unë e kuptoj, është lodhje e madhe, është maraton e madhe, të gjithë duan të shohin sa më shumë tek çifti, ndonjëherë audienca edhe të ndikon dhe mendoj që Brikena e kishte shumë të nevojshme që ta bëj një periudhë pushim, domethënë që të ndaloj pak së punuari, të paktën një natë. Ajo ditën e sotme nuk ka qëndruar pa postuar një fotografi që në fakt tërhoqi një vëmendje të jashtëzakonshme, mori një vëmendje të madhe nga publiku shqiptar, i cili menjëherë filloi që të pyeten se çfarë bombe do të ketë sonte me Brikenën. Ajo nxori një foto në story duke shkruar sonte bëhet nami, sonte bomba. Do me thënë Brikena do të ketë një pamje jashtëzakonisht të bukur sonte, se kishte për pamjen e saj, për veshjen e saj, për dukjen e saj. Brikena që kur ka startuar në Top Arena i ka dhënë një vëmendje të jashtëzakonshme pamjes, të qenurit e bukur, të qenurit vetja, dhe mendoj që publiku e ka pritur shumë mirë, publiku e ka duartrokitur pafund Brikenën në këtë rrugtimin dhe Brikena ka arritur që të merr atë se çfarë ka dashur, domethënë medaljen e vet, dhe kështu që Brikena e ka manifestuar në një farë mënyre suksesin e natës së sonte. Por nga informacione që unë kam arritur të kuptoj, domethënë para se Brikena të flet, arsyet që Brikena nuk ka qenë brëm në Top Arena janë arsye të thjeshta, domethënë faktin që Brikena ka dashur një ditë ta ketë kushtuar vetes së saj në Prishtinë, pasi që edicioni të cilin e realizon Brikena është aq e lodhshme sa që i duhet pothuajse çdo ditë, çdo natë të jetë më e fokusuar në Tiranë, dhe një shkëputje sa do e vogël është një shkëputje energjie që Brikenës i dha në fakt një energji të bukur dhe Brikena po e shijon suksesin e saj. Sonte do të jetë glamur, sonte do të jetë më e qeshur se kur, do të shohim se a do të ketë pak provokime mes Mateos edhe Brikenës apo jo, por gjithsesi Brikena duket e fuqishme për të nisur rrugtimin e saj mediatik.